Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme do të flasim për protestën, por edhe si është mbuluar ajo nga mediat greke, duke qenë si ka dhënë një jehon shumë të madhe. Me ne është bashkuar kryetari i diasporës shqiptare në Greqi, zoti Edmond Guri. Zoti Guri, faleminderit shumë që jeni me ne. Përshëndetje nga Athina, faleminderit për ftesën dhe ndjes për kushtet, por gjithsesi i gatshëm për të qenë pjesë dhe faleminderit për mundësinë që më jepni. A është e vërtetë që po vijon akoma jehona në mediat greke sa i takon kësaj proteste, por edhe çështjes së Zvërnecit? Fatkeqësisht po, është një jehon e cila për paktën në këto 35 vjet që unë jetoj në Greqi apo dhe shumë bashkëtarë të tjerë që jetojmë këtu, kemi ndërtuar jetën në Greqi, kemi vizituar Greqinë për të jetuar, është tashmë shtëpia jonë. Nuk kemi konstatuar, nuk kemi hasur një rast analog, pa patur një arsye me bazë të fortë që shteti grek, media grek, shoqëria greke apo edhe çdo faktor tjetër, qoftë edhe spektri politik të angazhohet kaq shumë, të investohet kaq shumë, madje të përdori dhe një gjuhë që në fakt nuk i shkon për të dhe nuk i shkon për shtat një shteti demokratik si është Greqia. Dhe ki aq më tepër kur bëhet fjalë për një qytetar shqiptar dhe qytetar grek, sigurisht për një çështje që i përket një shteti tjetër, një çështje që është komplet jashtë të agrit dhe kompetencës të Greqisë, të ketë kaq vëmendje, kaq interes, gjë e cila ne si diasporë dhe si qytetarë shqiptarë që jetojmë në Greqi, dhe qytetarë grek dhe qytetarë evropian, na shqetëson fakti që jepet vëmendje dhe aq më tepër frymëzohen rrymat ekstremit të djathtë, nazistët apo fashistët, dhe fatkeqësisht në të kaluar këto rryma kanë prodhuar viktima dhe viktimat kanë qenë fatkeqësisht e palët shqiptare dhe nënat shqiptare akoma edhe sot qajnë fëmijët e tyre, të cilët e dete është mohur ose më saktë është privuar në gjykatat greke. Pra ka është një situatë e cila në çdo rast më ka befasuar, na ka befasuar gjithë dhe ende nuk ka një shpjegim të paktën në logjikën tonë të zakonshme. Po çfarë ka shqetësuar kaq shumë shtetin grek, politikën greke në këtë rast? Fakti që ishte në shtetas shqiptar ai person që u tërhoq zvarr ato pamjet që u bën virale më pas në Zvërnec, apo ndoshta është xhelozi për këtë projekt shumë të madh që pritet të bëhet atje, të paktën kështu është komentuar edhe në Shqipëri nga politika shqiptare. Është një pyetje që sigurisht ende nuk kemi dhënë një shpjegim, edhe ne ka befasuar fakti që jo vetëm ka një insistim në këtë bësht, por edhe ai vullneti i madh që ka mediat greke, madje reagimi rrufe në një kohë rekord të lëndimit të një qytetare që përgjithë së vërtetës ishte dobësi pa aftësi e shtetit shqiptar, duke lënë hapësirë një kompani private të veprojë me një format paramilitar dhe me një zonë të rrethuar me tela që na solli në mendje atë klonin e famshëm të kufirit të Shqipërisë, por edhe zona të ndaluara dhe burgeve të sigurisë lartë, dhe një polici dhe një shtet inekzistent e cila ishte prezente por që nuk kishte guximin të reagonte. Nga ana tjetër, reagimi i Athinës Zyrtare, dhe gjithmonë i referohem Athinës Zyrtare, Ministrisë Jashtme të Greqisë, duke bërë një deklaratë fillestare dhe më pas duke vazhduar atë ditën e dieshme ku ambasadorja e Greqisë ka përcjell një notë proteste tek Ministria e Jashtme dhe Qeverisë Shqiptare. Ndërkohë dhe zëvendës ministri i jashtëm i Greqisë ka insistuar dhe i ka tërhequr vëmendjen Tirana Zyrtare, duke lënë në kuptuar që do ketë presion apo edhe kërcënim për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Siç e thënë, ka një intensitet dhe ka një vazhdim si të Athinës Zyrtare, dhe kjo na ka habitur madje nëse e shtrim dhe përfshim në aspektin politik, përtej debatit e replikave në distancë të ish kryeministit Aleksis Tsipras me kryeministin aktual të Shqipërisë Edi Rama, ai është vërtet e habitshme është gjuha e ftohtë, gjuha e ashpër dhe gjuha agresive e dy figurave politike, dy kryetarëve të partive politike, njëri prej cilëve njihet për frymën e tij ekstremiste. Kryetari tjetër është, përveç se kryetar i partisë, është dhe deputet i Kuvendit të Republikës së Greqisë. Pra, gjithë në parë në një këndvështrim. Pyetja ishte ajo kaku që dhe arsyeja që duhej e gjithë kjo makineri në thonë se në më ta përmend themin
më thjesht për më ndërshëndetshme, klasimin edhe sot ka në fill, sepse nuk përmendim pasaj nga vende të cilat vërtet lënë për dëshiruar në frymën e demokracisë, që janë edhe Shqipëria në shumë raste, Serbia që ka një frymë nacionaliste dhe dijen politikë e saj, Maqedonia Veriut që ka treguar, Bullgaria në shumë raste, pra vendet ballkanike që kanë një dobësi në shtetformim dhe në funksionimin normal të shtetit dhe sigurisht të drejtave të njerëzit. Por Greqia sigurisht është një befasi dhe një shqetësim, do të thosha më tepër, për këtë frymë që vazhdon të ruajë edhe sot. Është e vërtet që janë nisur autobusa nga Greqia ose persona nga Greqia kanë ardhur për t'u bashkuar protestës në Tiranë, ka pretendime lidhur dhe me këtë aspekt? Nuk është çështje pretendimi, është një artikull i konfirmuar me emër me mbiemër nga një nga bashkëorganizatorët, ku Kathimerini, gazeta më prestigjioze dhe media më prestigjioze në Greqi, ka patur një artikull të detajuar për jo vetëm për autobusat që kanë në qeveri, por dhe shumë automjete të banorëve të zonës nga Athina që pra ishin të paremruar para protestës, pra ishin në dieni dhe ishin në organizim e sipër, por nga ana tjetër është edhe fakti që mbasi ka ndodhur kjo, Kathimerini po të njëjtën ditë ka adresuar edhe Bashkimit Evropian një pyetje dhe ka marrë një përgjigje ku Bashkimi Evropian ka insistuar për gjefës reportazh shumë i detajuar me emër mbi emër, ka dhënë detaje tjera që mendoj shumë e rëndësishme për të përcjellë tek edhe shikuesit, është fakti që Kathimerini i referohet lajmit të prononcuar nga një nga organizatorët e protestës, ku një natë më herët në zyrat e tyre në një lagje të Athinës, kryetaria e Bashkisë së Vlorës, së bashku me një konsultantin e saj dhe 3 përfaqësues të kompanive investitore, kanë bërë negociata me grupin organizator të protestës, por që fatkeqësisht rezultoi jo produktiv, nuk pati dhe në protestën e Zotëguri Mbar shkas nga kjo ngjarje, mendoni që shteti grek e ka të konfirmuar vetëm ndaj Shqipërisë, pra mund ta ketë si një presion të mundshëm ndaj të ardhmes, por nga ana tjetër a mund të fitojë terren për çështje që janë edhe të hapura me Shqipërinë, siç është çështja e detit, por edhe ligji i luftës, pra në këtë rast ta shfrytëzoj këtë situatë në favorin e saj? Në çdo rast, shteti grek do sa më shumë se të është një praktikë unë jam figura me peshë të madhe në Athinë, kryesisht në diplomacinë greke. Greqia nuk do të shkonte në një hap të tillë, në një vendim të tillë, sepse nuk është çështje Greqi-Shqipëri, por është një çështje që i përket gjithë projektit të faktorit ndërkombëtar që me Bashkimin Evropian, dhe kjo do e vendosë Greqinë në një pozitë shumë të vështirë për një çështje që në fakt është një çështje bilaterale, nuk është çështje as ballkanike, aq më tepër europiane. Ish-kryeministri zoti Aleksis Tsipras ka reaguar shumë lidhur me situatën në Zvërnec. Mendoni që po e shfrytëzon këtë situatë për kapital politik, duke qenë se mund të kemi zgjedhjet parakoshme në Greqi dhe dihet që ky individ të kaluarën ka pasur një pëlqyeshmëri të madhe nga ana e shqiptarëve që jetojnë në Greqi, edhe për vetë historikun që shumë prej dokumenteve, letrave, në shtetësive janë dhënë në kohën e tij. Si mendoni? Sigurisht, Aleksis Tsipras është një figurë e shquar e politikës greke, një figurë i cili ka lënë gjurmën e tij si kryetari i opozitës greke, duke marrë majtën greke edhe e kthyer në pushtet pas një kohe shumë të gjatë. Sigurisht ka qenë ish-kryeministër, ka drejtuar qeverinë greke 2014-2019, pra për 5 vjetësh. Dhe ka një eksperiencë madhe në këtë moment shumë delikat për karrierën e tij politike pas një rikthimi të fuqishëm, duke sfiduar të gjitha partitë e tjera të së majtës, ende pa u formuar si qeveri, si parti, si forcë politike. Ai ka arritur të sfidojë rivalet e së majtës, të qendrës së së majtës greke, madje duke u bërë dhe një dhimbje koke për qeverinë aktuale, pasi ka arritur të marrë mbi 15 pikë. Në këtë kontekst, sigurisht që
rivaliteti apo replika në distancë me kryeministin Rama është një mundësi e artë për të një benefit dhe një shtys më tepër dhe për të hekur vëmendjen tek votuesit grek, aq më tepër duke dhënë një nocion, në ta themi, nacionalizmi, edhe pse Alexis Tsipras nuk shkruhet nacionalizëm, është një figurë e majtës greke open-minded, por gjithsesi ka qenë një moment shumë i përshtatshëm për të përfituar sa më shumë politikisht pra për kapital politik. Zoti Guar, dhe një pyetje të fundit që lidhet pikërisht po me këtë çështje. Ju thatë që është bërë një jehon shumë e madhe nga shteti grek sa i takon të gjitha zhvillimeve që po ndodhin në Sazan. Një projekt i tillë, nëse realizohet nga eksperjenca juaj dhe nga resortet shumëta që ju keni përshkruar dhe keni parë në Greqi, mendoni që do të ishte një konkurrueshmëri e mirë ndaj shtetit grek nëse bëhet një resort i tillë me këto përmasa në shtetin tonë? Me të gjithë analistët dhe ekonomistët financiarët aq më tepër personat kompetent të fushës marketingut të investimeve strategjike në Greqi, por ata që kanë folur një pjesë e tyre në mediat greke, sepse thash ka pas një orientim në këtë orientim, ky investim është game changers për Shqipërinë dhe për Ballkanin, kryesisht për shtetin shqiptar dhe për kombin shqiptar, për popullin shqiptar. Sepse do të jepte Shqipërisë një dinamik tjetër. Mjafton të marrim si fakt që prodhimi brut i brendshëm të Shqipërisë për llogarit diku tek 12 milion euro. Nëse investimi arrin 4 miliardë euro, kjo mjafton për të dhënë një shtytje aq të madhe dhe një peshë aq të madhe në tregun e turizmit dhe jo vetëm në rajon dhe në botë, që Shqipëria do të bëjë një pikë rëndesë ku do të rritet dhe më tepër investitor, sepse do të përfitonte automatikisht sigurisë, sekuritet dhe gjithçka do të ishte plus për ekonominë shqiptare, sepse do kishte një mori profesionash të cilët lidhen me turizmin dhe do t'i ofronin ndihmë dhe suport ekonomik ekonomisë shqiptare. Por nga ana tjetër, edhe për palën grek do të ishte përfitim, se nëse një investim i tillë në Sazan dhe në Zvërnet, e cila parashikon dhe një pjesë tjetër, ishut e Jonit dhe Korfuzit do të përfitonte, edhe pse do të merrte rëndes më shumë pala shqiptare. Ndoshta në këtë kontekst ata shikojnë që kjo është parë nga një pjesë e shoqërisë greke ose nga një pjesë e politikës greke si shqetësim, kur Shqipëria merr një investim aktual, pse mos ta merrte Athina aq më tepër kur një investim analog ishte për të bërë në Beograd, por në momentet e fundit dhe për arsye të brendshme ky investim nuk u bë. Parë në këtë kontekst, gjithmonë referuar çfarë specialistët e fushës e shikojnë, sigurisht që është një ndryshim shumë i madh i dinamikës së rajonit, aq më tepër të Shqipërisë, që do ta vendosë ata në një vend shumë të rëndësishëm në hartën e botërore të turizmit. Zoti Guri, shumë faleminderit për gatishmërinë, faleminderit shumë që ishte me ne në këtë komunikim dhe shumë urime në të gjithë aktivitetet tuaja që do keni në të ardhmen. Shumë faleminderit. Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions.